në qovë se ky spektakël bëri një diferencë, sepse shumë herë jemi gjykuar dhe nga mosha dhe nga mënyra, them që për brezin e ri kemi parë një handikap shumë të madh të kulturës, të mënyrës së të folurit, të mënyrës së të shprehurit. Nuk lexojnë dhe çdo gjë është bërë. Dhe kjo gjë më së miri e ka nxjerrë në një blof total këtë rininë e sotshme. Unë mendoj që Moza, duke pas atë filozofinë e vet shumë, është pak e vështirë edhe për të ndetur 24 orë dhe për të dëgjuar nga mëngjesi deri në darkë pjesën filozofike të Mozës, por që është shumë domethënëse dhe për mua i ka dhe një dimension tjetër një spektakli edhe përqasje. Dhe ajo që dua të shikoj më shumë është sepse nga një herë ne shumë herë kemi diskutuar për publikun. A na kupton publiku? Publiku ka kuptuar kaq mirë kësaj radhe në këtë spektakël kaq mirë që sa i duan njerëzit e lexuar, njerëzit e ditur, njerëzit që kanë kaluar shumë peripecira në jetën e vet,